Jemi pikërisht në fund të rrugës së Burgut, ku një pallat tjetër ka marrë flak, po fatmirësisht është fikur shpejt nga forcat zjarfikse, të cilat ndodhen akoma në katin e fundit të këtij apartamenti pikërisht në rrugën e Burgut. Edhe forcat shumëta policie, gjithashtu banor të zonës, të shqetësuar normalisht. Ndërkohë kemi edhe ambulancat, por që nuk është dashur, me sa duket, të ndërhyet, pasi zjarri është drejt fikjes. Shohim në katin e fundit